Dhe fakti që nuk nxjerrin një kopë nuk do të thotë që kanë pa fuqi për të nxjerrë një grup. Ndoshta kanë mosmarrveshje, por unë do të doja që të mos e nxjerrin një kokë. Okej, do ishte strategjia më e mirë. Strategjia më e mirë është të ti mos kesh një kokë, pra të kesh një grup që funksionon. Sepse fundja fundit në rast se do ta kanalizonim gjithë të në zgjedhjet e menjëhershme, pra nëse do kishim zgjedhjet menjëhershme, çfarë do lloj kanalizimi thjesht do përfitonin, do shkonin 10 veta në parlament edhe asgjë tjetër. Por do mbetej sistemi i njëjtë. Që të ndryshojë sistemi duhet që ky grup nuk ka nevojë për një kokë, të funksionojë si grup. Të shkojmë në dorëheqjen e qeverisë dhe pastaj të vim te ajo që thash, pasi dorëheqet qeveria, atëre ulemi dhe japim një zgjidhje ku të gjithë aktorët, politik dhe jo politik, marrin pjesë në bërjen e një sistemi të ri. Pra në krijimin e një asambleje të detyrueshme, qytetare, kombëtare, dhe nga kjo asamble, në këtë asamble mund marrin pjesë 1000 veta, 1500 veta me kriteret të përcaktuara, pra intelektuale, baza e kësaj asambleje është që të mos jesh antar partie, pra të mos kesh qenë antar partie, me detyra të larta, po themi. Pra antar partie, kryetar degësh e kështu, pa antar partie, një pjesë e madhe kanë qenë antar partie, pra s'ke ç'i bën asaj punë, në Shqipëri, sepse aty e kanë parë me mentalitetin e mëparshëm e trashëguar nga 45-a deri në 90-ën që po mos ishe antar partie nuk merrje dhoma shtëpie dhe dhoma plazhi, edhe tashmë u pa edhe kurse në këto 36 vitet e fundit u pa që po mos ishe antar partie, ti nuk gje asnjë punë si roje. Pra ky ka qenë koncepti dhe prandaj duhet thyer ky koncept. Dhe në këtë asamble ftohen njerëz që janë antar partie të nivelit të lartë, intelektual, dhe në 2-3 kritere, dhe nga ky grup, prej 1500 vetash, prej 1000 vetash, ti zgjedh 101 persona si asamble kombëtare që do të vazhdojnë drejtimin. I zgjedh me vot? Jo me vot, i zgjedh me short. Me short. Sepse në rast se do të zgjedhësh me vot, vota krijon koalicione, vota krijon përplasje, vota krijon interesa. Por çfarë bëhet? Fusim emrat të gjithë, të hidhet short, goglat e telebingos dhe krijon. U krijua 101 veta, po. Nga këta 101 veta pastaj ti krijon një qeverisje me 21 persona. Edhe këta 21 persona zgjidhen nga këta 101 me short. E qartë. Dhe duke vendosur kriteret pastra politike. Pra kriteri i parë, këta 21 persona çfarë bëjnë? Këta 21 persona drejtojnë një qeveri tranzicioni, po duhet kemi parasysh që këta 21 persona duhet të jenë persona profesionista të fushës. Po, okay. Për katse që do të emërosh. Drejtojnë një qeveri tranzicioni, minimalja 1 vjeçare, ku për këtë 1 vit duhet të ndryshojnë kushtetutën. Dhe të gjitha këto që tham, me kode zgjedhore, me ti fusin pjesë të kushtetutës ashtu siç e ka Kosova. Pra Kosova i ka gjitha në kushtetutë. Pra nuk është se s'ka ndodhur në asnjë vend. Edhe ne ç'a bëjmë? I fusim të gjitha në kushtetutë. Dakor, po ja lëm fuqinë shortit. Absolutisht. Kush është ardhmë e këtyre personave pasi të bëjnë këtë? Atëherë e përcakton qartësisht në momentin që këta 101 persona, edhe këta 21 persona që nga 101 persona, e përcakton qartësisht që në zgjedhjet pas një viti këta nuk marrin pjesë. E pra se pse kjo tregon që pse tregon dhe këtë tregon që nuk kemi ardhur për pushtet. Pra kanë ardhur për të ndryshuar sistemin për një periudhë 30 vjeçare, pra për një brez. Okej. Pse për një brez? Do thotë dikush për 100 vjet. Për një brez për arsye sepse kemi evolucioni teknologjik, evolucion industrial, dhe ti je detyruar të bësh ndryshime pas një brezi tjetër. Pra pas 30 viteve ata do ta detyrojnë ta ndryshojnë kushtetutën. Ke lëvizje demografike, ke gjëra ndryshme që ndodhin. Paktën për 30 vjet të ecim do të ndërtohet një diçka e re. Pra kjo e ndryshon sistemin. Në rast se do të vazhdojmë me të vjetrën, t'ja vëm në qaf një individi, pra t'ja varim këmborën në individi në qaf, atëherë nuk kemi bërë asgjë tjetër vetëm se kemi zëvendësuar, kemi bërë rotacion. Sado burri mirë t'jeta individi, thjesht është rotacion, nuk e ndryshon dot. Kurse kur e bën me short, kur e bën me këtë zgjedhje, atëherë ti ke thyer sistemin. Dhe gjithçka e fusim brenda kësaj kushtetute me një pikë fundore të kushtetutës që kushtetuta nuk mund të ndërrojë veç se me referendum dhe nuk mund të bëhet veç se me referendum. Në këtë mënyrë i heqim fuqinë çdo kujt nesër që të vijë si individ që të ndryshojë kushtetutën brenda natës sipas qefit dhe sipas dëshirës. Dhe të na marrë peng sërish siç na kanë marrë gjithë këto vite. Ky është mendimi im. Unë nuk jam pjesë organizatorëve. Kjo puna pengmarrjes sa vjen ide, pra, ideja është mendimet mund të jenë pafundme. Jo, kjo është mendim shumë korrekt. Po dëgjojnë, po dëgjuan prapë ata e dinë më së miri. I rrezon të gjitha pretendimet. Pikërisht. Dritan, kënaqësi që të pata si gjithmonë. Ju faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Sazan Guri. Profesor, kënaqësi që të kam. Mirë u gjeta, faleminderit. Profesor, kemi qenë të martën e shkuar bashk, ku kemi komunikuar dhe folur për atë që ka nisur si një nga protestat
më të mëdha që ka parë historia e Shqipërisë prej 90-s, edhe për mënyrën se si është ndërtuar. Në çpik të protestës jemi aktualisht? Sot është, protesta ka filluar ditë të shtune në Vlorë, ku është mbajtur një fjalim nga dy veta, në atë kohë nga Klaj Bibello dhe nga unë. Pasandaj është shkuar ke dardi që ishte shtrirë deri në ujtë e detit, ku aty pati jo protest, por revolt, edhe tërheqjes varë, po edhe përdorim të gazit, jo lotësios, po gaz me squfur edhe me kripca, me kripca squfur dhe djeks, edhe me kripca piperi djeks, që sytë nuk lotonin, por mbylleshin për disa orë derisa ti merri me kimnese. Dhe kjo ishte shtuna. E diela është kaluar në përgatitje dhe e ana e kaluar, pra e anë me diel 7 ditë, sot është dita e premte, bie dita e 12, 7 dhe 5, 12 ditë pa u ndalur. Po ajo për të ardhur keq është që sot, me që ra biseda për sot, është që zoti kryeministër Joti, se imi nuk është kur, që kur ka filluar të shesi Shqipërinë që e kam kuptuar unë, syrin tim, shitjen palar, përpos atyre gabimeve të ndërtimeve urbane të shumta, edhe kjo ishte një lloj manie e tij, po një lloj mënie ime. Ai e kishte mani, ndërsa unë e kisha mëni, sepse prej 10-12 vjetësh unë kam dhënë një lëndë arkitekturë mjedisi dhe kuptoja se ç'do të me dëmtim të rrjetit urban, me mos respektim të rregullave, standardeve të hapësirave publike dhe që në atë moment mendova që mos a kisha më kryeministër, ndërsa me këtë që quhet shitje territori, që do të themi sigurisht, kjo e ka bërë që të quhet kryeministri ndoshta Joti, i tjetrit, po jo imi. Dhe sot ai në orën, më duket në njëjtën orë, por në shesh tjetër, grumbullon gjithë administratën, këtë ma thanë edhe imagjino policia. Policia, ku jam unë tash për momentin në Berat, më ka thënë që ne na mbledh zoti Rama të premten në orën 6 pra 18. Ta imagjinoni që bën një antiprotest për të thënë që ju ishit 80.000, ndërsa unë jam, kush e di sa mund të grumulloj gjithë, që ai e ka pak 150-200.000 administratë dhe mund të mbledhë 150.000. Ndoshta më shumë se sa protestuesit, por aman e ka pa shpirt. Ndryshimi është i madh. Ndryshimi është i madh, ai e ka pa shpirt protestën, ndërkohë që kjo e të rinjve, kryesisht e të rinjve, kjo është me shpirt, është me frym, është me ideal, është me ideal. Kështu që konkurimi që ai kërkon të bëj, si not zakonisht, me gjitha protestat, diku të studentëve, diku të mjekëve, ai ka benitur. Por këta rale nuk mendoj se do t'i arrijë, pavarësisht se ka shumë gjëra në dorë brenda vendit, ka dhe shumë gjëra në dorë jashtë vendit. Ka një lloj lidhje që mendohet që kush e di sa argjon për t'i blerë fjalën qoftë një deputet evropian apo qoftë një deputet i oqeanit. Kështu që në këtë kuptim protesta mund të ketë shumë zëra ndritëse të ndryshme, edhe deri ku akuzohen, por unë nuk e besoj. Edhe sikur të ketë, unë them që zëri më i fuqishëm është zëri shqiptar. Zëri shqiptar është drejt natyrore. Zëri shqiptar është ajo që është quajtur përdhosje e ditë. Rama, profesor, Rama sot në një intervistë po e dëgjoja, e tha, kur e pyetën për protestën, tha jemi vend demokratik, tha qytetarët duhet protestojnë dhe është mirë kur protestojnë, tha. Fare i pashqetësuar për atë protest, për kundrazi, domethënë qasja e tij ishte shumë, le të themi, për sa i përket demokracisë shqiptare, e lexoj protestën si një fakt që ne jemi një vend demokratik ku njerëzit kanë të drejtën e plot për të protestuar. Kjo është demagogji nga anë e tij. Ai është arritur prej 30-40 vjetësh, plus i lexuar me librat e kohës diktaturës, se nuk është njeri i pa lexuar, nuk është njeri budalla, është gjë e mençur, por i mençur për së prapti në të mirë të adeut, jo në të mirë, pra për së prapti në të mirë, ose për së mbarti në të keq, mendimi im. Dhe
Dhe kështu që për këtë lloj demagogjie që ata e kanë si Goebbelsi, e kanë si Stalini, si Lenini, e kanë si ai Pavar. Kam një shkrim në Facebookun e dieshëm, si ai Pavor, kur thonë italian, Tiranës. Nësa ky që është ende i pakallur, ky tani e ka demagogjik të gjeti. Këtë që ju sapo parashtruat që le të protestojnë, e ka demagogji, pa ai frikën e ka në palc. Ai është person që reflekton gjajs me trimëri, por ka frikë në palc. Dhe këtë frikë ai po e ndjen, sepse nuk është një protestë e kohës së zotit Basha apo e kohës së zotit Berisha para 3-4 vjetësh që sado nuk bën dot më shumë se gjysmën e kësaj proteste. Si zoti Basha në kulmin e vet, si Berisha që arrit dhe mblodhi, si zoti Meta kur ishte president që mblodhi diku një protestë të madhe. Popullin e 2 marsit. Nuk është thjesht numri vetëm, por cilësia e protestës. Intelektual, akademik, profesora, pedagog, student, të rinj, të reja, gjimnazist, 9 vjeçare, sa dush, pra familje, njerëz me familje që vinë protestë. Kështu që me gra, me burra, me fëmijë të vegjël. Pra njerëz shumica atyre që unë njoh vinë me fëmijë të vegjël, edhe unë mendoj të marr niprin. Edhe unë me i kam të vegjël, 7 vjeç, po do mund t'i marrë dhe niprin. Pra, kjo lloj proteste që ju ata vet nga më të bukurat në Shqipëri, që sot televizionet italiane po thonë ngreja unë italian për ato që po ju ndodhi. Se ne gjithë shtetet të njëjtin fat po psojnë ta framash dhe globalizmit, sepse meni shembull nga populli shqiptar. Pra, një protestë që po bëhet model, dhe ky e ndjen këtë frikë. Edhe ja ka frikën kësaj fryme të protestës. Frikë për çfarë? Se po sot tha unë jam mandatuar që deri në 2029 do të jem kryeministër me 800 e ca mijë vota, kështu që deri në 2029 kur të popullit të jepet sërish mundësia për të votuar, unë jam kryeministër i vendit. Okej, sigurisht që ai quhet i votuar, por qerja ngel dhe rrugës. Thyet një rrotë, aty janë thyer të 4 rrotet e qerës. Të 4. Kështu që nuk është se ka një defekt, po e rregullon edhe po ecë. Me ato defekte shtyti 4 vjet e para, duke sharë qeverisjen e djathtë, shtyti ato të dytat, duke sharë qeverisjen Meta, të tretat s'kishe ku të kapesh, tha që do t'i korrigjojmë rrugës, edhe do t'i fusim në Europë, thanë të tretat, në të 4-at, dëmi është bërë miu, është bërë kala. Pra, në të kuptim, ai s'ka qëndrejt më, sepse e paraqiti fakti që aty vinë komunitete, individ, familje të ndryshme, për hallin që ata, për dertin që ata kanë pas marrëdhënie me qeverinë, më saktë me rrugaqërinë qeverisë. Prandaj dhe vinë ata. Pra, secili që vjen aty, deri nga halle, derte, mosmarrveshje, moskuptime, ofendime, vazhdojnë, prekje digniteti, prekje të pronës, prekje të arsimimit, prekje në sëmundje. Pra, secili vjen në emër të individit, të familjes, të lagjes, të qytetit dhe të komunitetit. Dhe nuk janë pak grupet ndryshme ku ky ka prekur në këto 12 vjet. Pyetja është, a mjafton kjo? A mjafton kjo? Se okej, dakord, gjithë aty janë dhe unë jam dakord për një dert të vetin, dhe zemërimi është i madh dhe etj, po a mjafton kjo, sepse kjo tani që ti thuash Rama jep dorëheqjen, Rama nuk, domethënë ajo që pash në intervistë as nuk kanë ndërmend ta bëj atë dhe çfarë do ndodh me këtë protestë se kjo vazhdon për një kohë gjatë në këto terma. Tani protesta deri më sot është e butë, është e ëmbël. Edhe unë jam që nuk mund të vazhdohet pa një përplasje. Përplasje unë quaj rrethim. Nëse deri tani kemi rrethim moral kundër qeverisë, kundër kësaj rrugaqërie, rrethimi tjetër do të jetë rrethim fizik. Pra, ku këta që marrin vendime për ne të buara, nuk do të lejohen të shkojnë zyrë. Unë jam për rrethim. Rrethimi morale është bërë deri sot dhe rrethimi fizik do të rrethohet kryeministria, parlamenti, po deshte edhe forca e djathtë, sepse bashkë kanë bërë gjitha gjërat,
Nuk ka më të justifikohet një deputet I djathtë që qoja bërtasin Edi Rama kundërshton, apo edhe vetë kryetari I saj, zoti Berisha, që fare mirë e ka ditur që mund ta fitonte të drejtën e heqjes non grata të Amerikës, atëherë mund ta lëshonte partinë drejt njerëzve të rinj. Po ai shqiptar që në 1992 ata ne që Enver Hoxha 40 vjet, edhe këta tash po kalojnë më shumë se Enver Hoxha. Po kjo është e dhimbshme, që fëmijët tanë 5 vjeç, rritan janë 45 vjeç dhe kanë të njëjtin figurë politike. Është I vetmi vend që nuk kanë të hequr figurat politike. Nuk kanë, të gjithë ndryshojnë, Maqedonia, Kosova, Malizi, vazhdo Bullgaria, Rumania, gjithë kanë ndryshuar udhëheqja politike në të ish e në të 2002, 2008, 2012, e mëra, Bullgaria bën çdo 2 vjet. Ndërsa neve që jemi kaq të përjetshëm, ta thashëm edhe në kohë zgjatje, po ta atashëm edhe në ato që bëjmë kundrejt popullit. Se ne I bëjmë kundrejt popullit. Të dy këta, jam me lejo pak vetëm të them diçka. Të dy këta në 2008, unë jam I djathtë, po s'mund të jem unë me të djathtën e zotit Berisha, apo të Partisë Demokratike, të cilët ka rënë dakord, që unë nuk e dija, e mësova shumë pak ditë përpara, ka rënë dakord që kufit petror në Shqipërisë mund të tjetërsohen. Nuk e mendoja dot. Po ama dija faktin që hapësira territoriale detare nga Karabulluni deri në Butrind ose Tongo është hequr 2008 me parlament. Po ata e kanë hequr në bazë të një neni kushtetues. Se unë nuk e dija. Edhe thosha këta hoq për të hyrë në marrëdhënie me palën greke, një vit më vonë, 2009, që e di shumë mirë dhe ti ngjarjen Korfu Sarand, që u pasaj gjykata në 2009 qershor e nullifikoi. Pra, quhet kjo hapësirë territoriale detare, që është hapësirë sovraniteti I një vendi, ishte hequr me vendim kushtetuese, ku këtë kushtetutë 2008 nuk e ka bërë më Arbeni Mami Godua që bën në 97, po e ka bërë një këshilltar grek, e ka bërë një jurist grek. Dhe duke hequr hapësirën territoriale detare, ai e ka më lehtë për ta ndarë me Korfuzin Sarandën apo gjymën e Sarandës. Ashtu siç bën. Ndërkohë që kjo I la shkas që të shesi Sazanin. Ta eshun e Sazanit, ta tjetërsoje dhe ta shesi ku Ivanka Trap vërtet që unë kam bërë një ishull me zde. Dhe zoti Rama është pyetur në CNN gjoja për mbrojtjen e flemingove, ndërkohë ka thënë që ishulli ose Zvëneci se pyeti kaq herë, po kjo hapësirë publike dha. Kjo hapësirë I përket investitorit. Pra, një shqiptar që egzaltohet që do kemi 4 miliardë euro investim. E para një që ai Trumpi thot ky Vendri Kushner thot që janë 1 miliard euro. Nga u gjet 4 miliardë. E dyta po thuaj që s'ke projekt. Atëherë ku s'ke projekt, nga e diti që janë 4 miliardë. E treta zëm se janë 4 miliardë apo 10 miliardë. Çfarë lidhje ka shqiptari me këtë 10 miliardë? Çfarë lidhje ka? Se po që për miliarda, ke 400 miliardë euro investim në naftë, fiton në gjë shqiptare e merr më shtrenjtë. Po. Ka thënë një herë tjetër. Ke lidhje ti me Moglic, me Banj, me Bushat, me Ashtë, hecet të që janë bërë me hidrocentrale, ose me 1500 hecet e vegjël, ke lidhje ti që janë harxuar 140 miliardë euro për energjinë e për lumenj, ti ke lumenj pa ujë. Urdhë të shim pyet. Ke lumenj pa ujë, pra. Profesor. Sa ti dhe keti me investimin strategjik, gjoja strategjik. Ku strategjik është edhe investimin e ece, edhe investimin e naftë, edhe investimin në komplekse turistike, deri në Karaburun nga Butrindi, çfarë lidhje keti? Ti vetë do ndet. Profesor, të rrim tek rrethimi I kryeministrisë. Dhe është një ide që në moment kur ti vendos ta bësh këtë, të çon në përplasje direkte me forcat e policisë, sepse ata kanë për detyrë që të sipas ligjit që